A dini që Bibla thot, mësojni rrugën fëmijës, atë rrugë që ai duhet ndjek, dhe kur të plaket, nuk do të largohet prej saj. Tregoj një histori se në shekullin e 18 në Angli jetonte një burr i quajtur John Newton. Më vonë ai ishte kapiten i anijeve të skleverëve. Jetonte një jetë të zhytur në errësirë, në dhunë, në mëkat. Por nëna e tij, përpara se të vdiste, kur John ishte vetëm 7 vjeç, i kishte mësuar diçka të rëndësishme, lutjen, dhe ti besonte Zotit. Vitet kaluan, ai harroi gjithçka. Por në një natë stuhie në det, në mes të vdekjes, një fjali nga fëmijëria u ngjall në shpirtin e tij. Kështu që John Newtoni bie në gjunjë. Kthehet tek Zoti me gjithë shpirt. Dhe më vonë ai shkroi himnin e famshëm që bota e krishtere këndon, Amazing Grace, çhir madhështor. Imagjinoni se çfarë nuk mund të ndryshonte stuhia. Ishte pikërisht ajo që kishte mbjell nëna e Johnit në fëmijërinë e tij. Ndaj pyetjet që unë dëshiroj të ndaj me ju sot, në lidhje me ju dhe fëmijët tuaj, janë pikërisht këto. Çfarë jemi duke mbjellë në zemrat e brezit që po rritet? A është edukimi ynë i përkohshëm apo i përjetshëm? Apo formojmë sjellje apo karakter? Çfarë ndodh kur fëmijët largohen nga rruga e Zotit? A besojmë vërtet që farat shpirtërore në jetën e tyre, ato fara që ne mbjellim, nuk do të humbasin? Kur Bibla flet për rrugën, nuk e ka fjalën për rrugë njerëzore, por flet për udhëheqje, për drejtim. Këtë varg nuk flet për një sjellje morale. Ai flet për një orientim jetësor. E dini që Bibla nuk thot mësoj fëmijës rregulla, por vendose brenda rrugës, sepse rregullat kontrollojnë nga jashtë, por rruga të formon nga brenda. Pikërisht kjo është edhe thellësia e këtij vargu. Jo thjesht edukim mekanik, thjesht me hap librin edhe me shfletu faqet, po është fjala për formimin e identitetit. Aristoteli, filozofi i famshëm grek, do thoshte që ne jemi ajo që bëjmë vazhdimisht, pra ai i jepte shumë rëndësi përsëritjes së zakoneve që kultivojnë virtytin. Por Bibla shkon dhe më thellë, se Aristoteli natyrisht zakoni formon karakterin, por fryma e Zotit formon shpirtin. E vërteta është e vështirë. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë. Shumë herë ne shohim fëmijë që largohen dhe lind pyetje: a dështon fjala e Zotit? Absolutisht jo. Ky varg nuk është një formulë mekanike, por është një premtim i gjallë. Fara mund të qëndrojë e fshehur për vite në zemrën njerëzore, por ajo nuk do të vdes. Njëlloj si tek John Newtoni, fëmijëria e të cilit u zhduk në errësirë, por një ditë në mes të stuhisë ajo shpërtheu në dritë. Sot nuk kemi mungesë informacioni në botë. Fëmijët tanë janë të bombarduar në fakt nga informacionet, por kemi mungesë udhëheqje, drejtimi. Fëmijët mësojnë teknologjinë, por jo të vërtetën. Mësojnë sukses, se si të jenë influencues, por jo si të mund të ndërtojnë karakterin. Fëmijët tanë natyrisht mësojnë si të bëjnë para, si të fitojnë, por jo si të jetojnë. Shoqëria prodhon individ të aftë, por jo njerëz të themeluar. Dhe kur nuk ka rrugë, çdo drejtim duket i drejtë. Ndaj më leoni t'ju jap disa të vërteta që duhet të mbesim me ju. E para, mos eduko vetëm me fjalë, por me jetë. Fëmijët nuk ndjekin atë që ti thua me fjalë, por atë që ata shohin tek ti. Mbill sot atë që nuk do ta shohësh menjëherë. Edukimi është investim në një kohë të vonuar. Mos u dorëzo sepse nuk sheh rezultatin sot. Qëndro. Beson në fuqinë e farës shpirtërore dhe kur fëmijët largohen, Zoti nuk i harron ata. Ndoshta ti sot që po më dëgjon nuk je një prind, pasi je beqar, po ndoshta je një mësues ose udhëheqës shpirtëror. Mund të jesh një vëlla apo një motër. Dhe pyetja është: a je duke bërë më të mirën tënde? Por gjithashtu, pyetja më e madhe është kjo: a je duke vendosur këtë brez, njerëzit që ka rreth vetes, në rrugën e Zotit, sepse një brez i pa edukuar me të vërtetën është një brez i humbur në liri. Ndaj miq, me këto të vërteta të mëdha, le t'i lutemi Zotit së bashku këtë mëngjes. Zoti i dashur, të falenderojmë ty që ti na do dhe ti nuk na braktis, edhe kur ne jetojmë një jetë tërësisht në hedonizëm dhe larg teje. Me epurtësinë për të ndërtuar breza, jo vetëm momente. Na mëso të mbjellim të vërtetën tek zemrat e fëmijëve, vëllezërve dhe motrave tanë. Edhe kur nuk shikojmë frytin me njëherë,
ruaj ata nga rrugët e gabuara dhe kur ato largohen, kthehej tek ti. Bëje jetën tonë të jetë një shembull dhe një model për ta dhe na kujto se çdo fjalë, çdo lutje, çdo sakrificë nuk është e kot asnjëherë. O Zot, udhëhiqi dhe drejtoj burra dhe gratë që po më dëgjojnë tani në këtë mesazh. Plotësoj këtë lutje në jetën e tyre. Qofshin të bekuar ata dhe fëmijët e tyre, o Zot. E lutem që këtë përgjegjësi kaq të madhe të jetës për të ndërtuar brezin, mund ta marrim me përgjegjësi në jetën e tyre, duke të kërkuar që ti të jesh udhëheqësi, drejtuesi, bariu dhe mësuesi. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Dhe amen. Miq të dashur, shpresoj që ka qenë bekim ky meditim i kësaj dite për gjithë ju. Nëse po, atëherë ndani këtë moment, këtë meditim, këto pak minuta me miqtë tuaj në rrjetet sociale që ata të bekohen. Kështu që le të vijojmë udhëtimin tonë dhe të takohemi sërish në meditimin e ditës së nesërme. Zoti me ju.